Prefektura e Qarkut Korç ka bërë publik raportin e përditësuar mbi gjendjen në territor që në datën 29 nëntor 2025 ora 12:00 pas rreshjeve të ditëve të fundit, situata paraqitet e stabilizuar në shumicën e zonave, ndërsa bashkitë dhe institucionet përgjegjëse vjojnë punën për normalizimin e problematikave të evidentuara. Në territorin e bashkisë, situata është normalizuar, ekipet e shërbimeve dhe NSHP-ja është ndërprerë në pastrimin e ujrave, pritave dhe inerteve, si dhe në sistemimin e rrugëve të dëmtuara nga gryerjet e ujit. Ka përfunduar hapja e rrugës Lekas-Marshzek, ndërsa rruga Lekas-Denas vazhdon të mbetet e izoluar. Për Bashkinë Kolonjë, vijon puna me mjete fadrom në rrugën rurale të fshatit Leshnjë, rruga Lubonj-Rehov-Korç është riparuar dhe aktualisht është plotësisht e kalueshme. Për segmentet e tjera, inxhinierët do të kryen verifikime teknike javën e ardhshme. Bashkia Maliq, aksi 3 urat Velçan-Mesmal është i hapur për këmbësorët dhe mjetet, megjithatë janë konstatuar dëmtime strukturore që kërkojnë ndërhyrje më të thelluar. Në fshatin Desmir është dëmtuar ura këmbësore, janë marrë masa provizore, po kërkojnë ndërtimi një ure të re. Ndërtime në ura dhe infrastrukturë rrugore janë evidentuar edhe në fshatrat Gjinkas dhe Osoj të njësisë administrative Moglic. Sipas ARSH-s, Drejtoria Qendër Lindje, në akset Libonik, Rëmbec, Plas dhe Korç, Voskopoj, moti ka qenë i qëndrueshëm dhe qarkullimi zhvillohet normalisht. Gjithashtu, në akset e kontratës numër 1, Librasht, Serbisht dhe segmentet Boboshtic-Dardh, Labidari-Podgorie, Podgorie-Liqena, si dhe në korridoret Korç-Ersek dhe Zembla-Goric, Bilisht-Miras, qarkullimi vijon pa probleme. Sipas OSH-je, nuk raportohen defekte, të gjithë fiderat janë në punë. Bashkia Pogradec nuk ka probleme të reja, vijohet me rregullimin e dëmeve dhe përpilimin e procesverbaleve për zonat e prekura. Bashkia Pustec, ekipet në terren vijojnë punën për pastrimin e projit të Goricës. Në Bashkinë Devoll vijon puna për sistemimin dhe riparimin e dëmeve të shkaktuara nga rreshtet. Situata në rangin qarku mbetet nën kontroll, ndërsa institucionet vendore dhe strukturat emergjente po vijojnë për punën rehabilitimin e plotë të territoreve të dëmtuara.